A Gimbo? Ha me Ledion. është klipi ma I mirë që e kum po, prej që jetoj, është klipi ma I mirë që e kum po kun që kë. Jam mas pari falenderus publiku që për një me ka zjedh me u bo qift që ata që e meritojnë edhe në real. Edhe jam një tepër mirë, ama jam një shumë sikletë ndasëm se mu drëth këtë trupës desha që ka këm. Keni farë ndjenjë dy që ishë interesant, s'kisha provu kur që ashtu ishë më martu, ishë interesant martënu, sa më shvet, kush nuk o martu ala, sidomos me një njeri që për një me menën që mundesh me pas diçka shumë të mirë me ta. Edhe unë jam falendrus pas pare edhe Piselinit se ka vendos me besu që unë e kam të vërtet këtë muhabet edhe besoj që nuk dhe zhenjë asë njerë. Uroj, Selin? Në Dion, nuk e di, emocionova shumë tani që pas të klipin, më pëlqen shumë që u pasqyrua një pjesë që është larg syve të banorëve të tjerë edhe shumë momente që ne jemi me njëri tjetrën edhe jemi shumë real edhe shumë njësoj. Njëkohësisht për Dasmën ishte një emocion I papar, edhe pse po mendoj që është një traditë e Big Brother dhe ndoshta si lojë, e kam ndjerë si një Dasmën të vërtet, edhe shpesh kisha sekuenca ku mendoja imagjino të ishin edhe familjarët tonë, do ishte një emocion edhe më I madh. Jam shumë e lumtur që pata mundësinë. Në fakt, në këto ditë kam menduar atë pjesën e parë kur kam marrë dhe tha që unazën e kam marrë me vete, sepse në të vërtetë nuk e kisha parashikuar asnjëherë që këtu brenda mund t'i hapja zemrën dikujt, edhe njëkohësisht jam shumë e lumtur që ky person është Gimbo. Keni pak ciklet akoma, besoj, Po driven e dhe. Okej, po do kaloj për ditët. Ja, që këm një klip me Rogertin edhe kalon. Të jetë fillimi diçkaje shumë të bukur edhe sa më të gjatë. Është komplet në dorën tuaj, kështu që... Faleminderit shumë. Mirë, po ju lë pak me njëri tjetrin. Se se ku dhe luze. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Përpara se të shkojmë më tej dhe diskutojmë atë që ndodhi po aq gjatë dasmës, më lini t'ju them që më në fund erdhi momenti I shumë pritur. Big giveaway, nis zyrtarisht që nga ky moment. Postimin mund ta gjeni në faqen zyrtare të Instagramit të Big Brother VIP Albania. Pa fund dhurata dhe shumë fitues që presin të zbulohen, nga të cilët njëri mund të jesh ti. Hyni në postimin zyrtar, ndiqni me përpikmëri rregullat që I kam thënë aty dhe bëuni pjesë e një aventure nga e cila askush nuk del pa u shpërblyer. Paçi fat. Shkojmë tani në shtëpi. Atere, jam sërish me ju dhe pavarësisht se siç edhe pat Dasma kishte momentet e saj të bukura, por kishte edhe momente të tjera jo fort të bukura, debate të cilat vazhduan para, gjatë dhe mbas Dasmës, sepse ka banor aty në shtëpi të cilët nuk besojnë tek kjo lidhje, nuk besojnë ke Dasma, janë mbas ashtu siç do duhet jenë shumë të fokusuar tek loja dhe çdo gjë e shohin në funksion të saj, kështu që përpasoj reagimi I tyre gjatë këtyre ditëve ka qenë ky që do të shohim. Në moment nuk jam ndarë dhe nuk të ndajmë nga miri. Jo Gimbo, një dia që kam shumë respekt, po shumë si Gimbo mund vinë. Unë po e them këtu përballë gjithë shqiptarëve që po na ndjekin, ose ndin nga ky moment dhe deri kur dalin nga shtëpia Big Brother, Gimbo do të qëndroj larg. Sa me zhon po tho Gimbo. Ç'është është me... Po jo, s'është. Më ta shklu. Më zit mirë si këtë. Mos, po më çaro. Pse s'po më dënë? Se së vrendi me dasht. E ne kam një gjë me vërtet shumë të rëndësishme. Dhe sikur të krijoj një ndjenjë shumë fort për Gimbo, unë do zhvilloj një gjë këtu brenda. E ka
bërë këtë dasë më mirë vetëm me mbulu atë që ajo ndjen për ty. Nuk mund ta pranoj kurrë ajo. Gimbon po e përdor komplet. Këta në gjithë Limi dhe Margareta. Ma përpara ndosën tam kam qenë me para Girtën si më. Ne garrojmë që kjo është një reality show, por në fund ditës është një show. Edhe morë dhe Legeni ma për çdosën mua. Jo e Legeni. Shkreti ka hangër helmin e kësaj. Dhe ka kamuflu me Gimbon për të ftu mirin, se nuk mund të rrim pa mirin prezencën e tina. Nuk mund të rrim pa mirin. Ne shkojmë? Dhe bëjmë show, i ndërruar s'do të mirë, me respekt dhe dashuri. Me respekt? Ha! Jam të e peshuq. Unë e kam shtirë shamë në tjetë. Te ke pos njëri shumë ta për të thonë. I kanë Gimbo. A të intereson? Po, më intereson. Një persona të pesë që nuk më intereson jetë ti, që nuk më intereson mbali jashtë. Së të pa prek në gjë. Po. Ty të prek gjithë dynjore, vetëm unë mos prek ty. Ti e problemi. Love you. Po bëjnë se nuk edhe ka qafër së flasë do, se i burri martum. Qa thot nuk, se po t'isha beqarë të A më t'i dëgjoj tani, po t'ishte... Kujdes, vazhda. Po t'ishte beqarë se t'ishte bojnë. Unë du përgjigjem nga sot, po du përgjigjem nga kohë. Se me kohë se jep ty. Ti me arë t'ju japin ftesat e dasë më sonë? Kjo është e jotë janë njëri? Kur doni konfirmimin? Po nëse është tani është një. Do me ndonë dhe të kepos. Pas zote me sa ftyrë ke ftu mirë në dasë. Se kam ftu në jaftë Gimbo. Këta në gjithë Limi dhe Margareta. Ne garrojmë që kjo është një reality show. Normal se do përdorësh Gimbon ti me ftu mirë. S'ke pik ndjenje, pik pëlqimi për këtë djalë. Se ka bu syze. Se. Se i ka sy tej. Ka në kohën. Për ta bindur vetën e saj që ajo nuk ka ndjenja për mirin. Pasaj i pëlqen miri, madje dhe është dashuruar me mirin. E këshilloj dhëndrin, DJ Gimbo, të zgjohet nga kjo dashuri falso. E merë urrejtjen e saj, duke e fut. Kjo vajzë me zore puth Gimbon, me zore puthi, edhe ke prerja e tortës, me zore përqafon, dhe puthja që ai ka rrëmbyer, kjo do me thënë është quar sigur një vajzë adoleshente. Je hedhën qaf mirit, sigur një fëmi, kur ajo shpëtu nga nominimi, je dorëzut e dur të mirit, kur ti ke patur nevoj për mirin. Dua Gimbon apo dua mirin? Nuk e dua Gimbon apo dua mirin? Dasma më e fuqishme që mund të ketë pat në herë Big Brother, Nolli, por nuk Nolli për dashuri, Nolli për falsitetin që kishte nusja për dhëndrin. Pse rrin këtu me mirë? Vën me kënë krevat atje, me Ti Gimbon. bashkë me atë vajzën tjetër aty. Tani flitë gjumë. Është problem të që të gratis? Edhe sa herë unë flas me ty, të dzej gjumi. Po je shumë safe, qëtësim. Po me tjerët, nuk dzej gjumi. Se djeni natë, se të zbërnova. Një buçe dhe një zagar bashkë, to të dy. Edhe më e bukur se rolin e buçës e ndron njëre e bën mirë, njëre e bën Jurila. Unë jep shumë shansaru, në fakt, që është marrë vesh, që nuk ka dalë se dron për këta, që du ishte në ramë, nulla. Ke ra mren me mirin. Pse stu të vërtetën? Nuk mundesh pa mirin. Mos më prek mua, Nuk mundesh pa mirin. Mos më prek mua, idiot. Nuk mundesh pa mirin. Mua mos më prek. Mos më prek. Kujdes me kam. Po të them mos më prek. Kujdes me kam. Mos më prek. Mua po të them mos më prek. Ordiner.